Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i ka kërkuar GKK-s dënimin me 3 vite burgim për ish deputetin socialist Jurgis Qyrbia, i akuzuar për nxjerrjen e sekretit shtetëror, për krahje të autorit të krimit dhe korrupsion në zgjedhje. SPAK ka kërkuar të njëjtin dënim për Altin Hajrin, i akuzuar për korrupsion pasiv në zgjedhje dhe tregimi i sekretit shtetëror nga shtetasit, ndërsa për Ahmet Mashën ka kërkuar 1 vit e 8 muaj burg përfundimisht, duke aplikuar edhe gjykimin e shkurtuar. Ky i fundit akuzohet për tregimin e sekretit shtetëror nga shtetasit dhe për krahje autorit të krimit. Qyrbia do të dënohet përmes formulës së gjykimit të shkurtuar dhe në rast të pranimit të kërkesës së SPAK, Qyrbia do të vuajë 2 vite burgim. Ilir Murati, avokati i Jurgis Qyrbias, thotë se nuk ka asnjë provë që vërteton akuzat e ngritura për ish deputetin dhe kërkon specifik të sekretit hetimor që pretendohet se është dekonspiruar nga klienti i tij. SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen e Jurgis Qyrbias në korrik të këtij viti, i cili po hetohet së bashku me Altin Hajrin, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, dhe Ahmet Mashën. Në dosjen e SPAK thuhet se ish deputeti Qyrbia ka pasur miqësi me Altin Hajrin, duke i premtuar këtij të fundit se do të ndihmonte në këmbim të votave gjatë zgjedhjeve. Kujtojmë se Altin Hajri ka qenë në kërkim për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Ndërkohë, Altin Hajri akuzohet për korrupsion në zgjedhje, pasi ka siguruar vota ish deputetit Qyrbia. Sipas hetimit, ka rezultuar e provuar se Jurgis Qyrbia, Altin Hajri dhe Ahmet Masha kanë koordinuar aktivitete të ndryshme kriminale përmes komunikimeve në Sky SS dhe Matrix. Jurgis Qyrbia u arrestua më 20 tetor 2024 me urdhër të SPAK. Ai ka qenë deputet i kuvendit në 2 legjislatura që kanë dhënë ndërheqjen nga mandati në tetor të vitit të kaluar, në kohën kur hetimet e SPAK ishin hyrë në fazën përfundimtare.